Zemra ime ndaloi më 3 prill 2025 në orën 3:33 të mëngjesit. Monitorët u zbrazën. Doktorët ngritën zërin. Por unë po fluturoja. Nuk isha në dhomë. Ishte si një pull e butë, një lëvizje pa trup. Kur e kuptova, e para që ta mendja ime ishte kjo është vdekja. Por nuk ishte ashtu siç më kishin mësuar. Ishte diçka tjetër. Diçka më e bukur. Sisha do t'i tmeruar. Sisha do t'i zgjenjur. Për një çast, diçka që kisha mësuar, rregullat, frikën, besimin u shkruan. Dhe në vend të tyre, erdhi një lumturi e padukshme. Një dije që nuk vinte nga mendja, vinte nga brenda. Dhe e kuptova menjëherë, unë jam më shumë se ky trup. Nuk kisha trup, por po shikoja, po dëgjoja, po ndjeja, por jo me sy, me vesh, me dorë, me diçka tjetër, me shpirtin. Dhe gjithçka rrotull mua ishte e ndritur, jo nga dielli, por nga një dritë që vinte nga brenda gjërave. Pemët, qenjat, ajrin tërë ishin të mbushur me dritë. Kjo nuk ishte botë. Kjo ishte realiteti. E para që pash ishte një pemë. Jo një pemë e zakonshme. Ishte e gjallë, por jo si në këtë botë. Ajo fliste, jo me zë, me frekuencë, me ndjesi. Dhe më tha, mirë se vini i humbur. Unë pyeta, pse më thua kështu? Ajo përgjigj, sepse ke harruar se ku je. Pastaj e pashtënën time. Nuk kishte vdekur, por ishte atje. Pa mosh, pa vuajtje, pa dhimbje. Ajo më përqafua pa trup, por ndjeja ngrohen si më të vërtetën. Ti e kthyer, tha, por nuk je gati të kthehesh. Unë pyeta pse? Ajo tha, sepse nuk e kuptuar akoma. Ajo më tregoi gjithçka. Çdo fjalë e keqe që kam thënë, çdo moment i pallunuar, çdo herë që kam lënduar dik. Por jo për të më gjykuar, për të më kuptuar. Nuk ka gjyqtar këtu, tha, ka vetëm dashuri. Dhe një pyetje, a donje të ishe më mirë? Unë qara, por ishin lot lumturie. Pastaj më tregoi të ardhmen, jo si një film, por si një ndjesi. Dhe e pash njerëzit po zgjohen, po flasin me natyrën, po kthehen në shtëpi. Por para se të arrijë kjo, do të ketë një kthes, një test, dhe shumë do të bien. Ti do të kthesh, tha, dhe do të tregosh atë që pa. Pyeta, a mund të qëndroj këtu? Ajo tha, jo ende. Detyra jote nuk ka mbaruar. Më tregoi një fëmijë. Ai do të pyes për të në 2026, dhe ti do t'i tregosh se çfarë të thash unë. Pastaj më tha, mos i beso asaj që të mësojnë, beso atë që ndjen brenda. Pastaj më dërguan në një port, jo prej metali, prej drite, një ark e gjallë që lëshon të valë, energjie. Mbi të shkruaj me dritë, thehu, dhe një zëpazë tha, ti e zgjedhur. Tregoi e botës se asgjë nuk ka mbaruar, gjithçka po filon. Dhe atëherë ndjeva një goditje në zemër. Theva, zemra më rinte përsëri. Doktorët thanë, është një mrekulli. Por unë e dija, nuk ishte mrekulli. Ishte një dërgesë. Dhe tani që nga ajo ditë, unë nuk jam i njëjti. Frikët kanë shkuar. Mashtrimet nuk më bindin më. Dhe gjithçka që dëgjoj nga jashtë nuk ka më kuptim. Nuk dua para. Nuk dua pushtet. Nuk dua lavdi. Unë dua vetëm një gjë, të tregoj atë që pash, sepse nuk kam të drejtë të hesht. Unë jam një mbajtës driteje. Dhe drita nuk duhet të mbahet fshehur. Tani fëmijët më flasin. Ti e ke parë, thonë, ti e ke parë botën tjetër. Dhe unë pyes, si e dini? Ata përgjigjen, ne e dëgjojmë zërin tënd. Ai nuk ka frikë. Kjo nuk është ngatërim, është njohuri. Dhe tani fëmijët janë mësuesit. Nuk ka më frikë nga vdekja, sepse e di, ajo nuk ekziston. Vdekja është si një gjumë i thellë, dhe zgjimi është si një kthim në shtëpi, por njerëzimi nuk e di këtë, dhe për këtë arsye jetojnë në frikë
në kontrol, në mashtrim. Ata që mbajnë pushtetin nuk duan që ju ta dini këtë, sepse nëse dini se vdekja nuk ekziston, nuk ka më varë, nuk ka më errësirë. Ajo që quajmë vdekje është vetëm një kalim, si një dritare që hapet, dhe brenda është shtëpi. Nëse dikush që e ke dashur vdes, mos qau, mos u tmerr. Ata nuk janë larg, ata janë vetëm një hap larg. Dhe nëse i thua zemrën tënde, ata do të përgjigjen. Jo me zë, me lumturi, me ngrohje, me dritë. Unë jam kthyer, por nuk kam thyer vetëm unë. Kam mira si unë. Njerëz që kanë vdekur për pak minuta dhe kanë parë të njëjtën gjë. Dhe tani po flasin, po tregojnë, po çlirin. Nëse e ke parë dikë që u kthye dhe thot diçka që nuk mund të shpjegohet, mos e injorove. Mund të jetë një paralajmërim, mund të jetë një urdhër, mund të jetë një urim. Tani unë flas me pemët, dhe ato më përgjigjen. Flas me erën, dhe ajo më këndon, dhe në çdo natë unë shkoj atje ku isha në atë botë të ndritur, dhe ata më prej, dhe ata më thonë, po vini, por jeni duke harrohet. Kjo nuk është frikë, është dashuri. Dhe tani ata po na mësojnë sërish të flasësh me zemër, jo me gojë. Nëse dëgjon një zë pa burim, mos u tmerr. Pyete kush je, mos u largo. Ata nuk duan gjë nga ty. Ata duan të ndihmojnë të kthesh në shtëpi. Kjo nuk është vetëm për ty, është për tokën, për natyrën, për kafshët. Ata janë pjesë të njëjtës familje. Dhe tani pararësi po na mësojnë sërish, nuk jemi të vetëm. Jam një. Pra, nëse dikush e ke dashur thot, unë nuk di që. Unë u kthye për të treguar diçka, mos u largo. Thuhet, jam i hapur, jam i gatshëm. Dhe bëu nxënës i tij. Unë e kam parë fundin e botës, por nuk ishte fund, ishte fillimi. Fillimi një jetë të vërtetë. Dhe tani, unë jam këtu, për të treguar atë që pa, kur zemra ime ndaloi, unë nuk diqa, unë u zgjova, dhe tani unë flas, jo për vdekjen, por për jetën.